falenderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe salamat I dërgojnë Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, edhe më të jemi tek cikli I hutbeve si të sillemi me Allahun Azza wa Jall. E këtë hutbe do të flasim se si të sillemi me Allahun Azza wa Jall nëse Allahu na dhuron dituri. Begatitë e Allahut janë të panumërta, ndërsa nga begatitë më të mëdha që Allahu Azza wa Jall I jep dikujt prej robëve të tij është begatia e të pasurit dituritë të dobishme. Dhe kjo është nga nimetet dhe begatitë e mëdha, nga sa Allahu Azza wa Jall ka thënë: "Yu'til hikmata man yasha." Allahu I jep dije, I jep urtësi atij që don Zoti. "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira." Atij që Allahu I jep dije, urtësi, Allahu I ka dhënë atij shumë të mira. E para që duhet me pas parasysh është me qenë minjos edhe me qenë falendëruar ndaj Allahut për këtë begati dhe këtë udhëti. Nga sa gjëja e parë që ka kërkuar Allahu nga njerëzimi është: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Lexo, studio në emrin e Allahut, në emrin e Zotit tënd I cili të krijoi, alladhi 'allama bil qalam, I cili të mësoi ty me përdor lapsin, 'allama al-insana ma lam ya'lam, ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Andaj falenderoj Allahun për diturinë që ka dhënë. Nëse dëshiron Allahu me ta shtuar dije, qoftë në bagazh apo në bereqet, tha Zoti xhallahu ala: "La in shakartum la azidannakum." Nëse joni e falenderoni Allahun, Allahu ka për t'ia shtuar atë mirësi. Andaj ti e ke bëni përpjekje modeste, e ke bëni përpjekje të vogël dhe Allahu të begatoj me dituritë të dobishme. E dyta është ke dije që ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Patjetër është obligim me implementuar në praktik. Pra me zbatu atë që e dim. Tha Zoti xhallahu ala në mënyrë çrtuese: "Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun." O ju që keni besuar Allahun Azza wa Jall, pse po e flisni atë që nuk e veproni? Ose ka thënë Zoti në mënyrë çrtuese në surën e Bakara: "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun." Apo ju urdhëroni njerëzit me fol mirë edhe me bëu mirë, ndërsa ju keni haruar me këshillu veten me fol dhe me bëu mirë, ndërsa ju e dini librin e Zotit, po e lexoni atë, a nuk logjikoni, a nuk mendoni? E treta është me përhap këtë dituri me sinqeritetin më të madh të mundshëm. Zanati nuk fshihet, dituria nuk fshihet të ndërua xhamat, nga se secilit Allahu ja ka caktuar rrezikun. As ti s'ma ke caktuar mua, as unë ti, as unë tjerëve, as ata mua. Andaj përhape hajrin, e hajri më I madh është përhapja e diturisë. Mos u frikson nga rreziku, sepse rreziku është në duart e Allahut Azza wa Jall. "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Në shembull praktik ka alayhi salatu wassalam, më I miri për ju është ai I cili e mëson Kur'anin, ama nuk e marrësh për veti, por u mëson atë edhe të tjerëve. Ruaju nga mendjemallësia. Dituria është element I mirë, dituria është element I këndshëm. Mish, por shpesh ka njerëzit të cilët nuk kanë dije të dobishme, apo nuk kanë lidhje me Zotin, kjo dituri I bën ata të jenë të padrejtë edhe të tregohen me një mall. Të nderuar xhamat, Iblisi alayhi name I ka ditë argumentet e Zotit, e ka ditë halalin, haramin, ndoshta më mirë se unë edhe ti. Po pse Zoti e largoi pi rahmetit vet, edhe wastakbar wa kana min al-kafirin, e largoi nga rahmeti vet, nga se ai u bë me një mall, edhe u bë mohues I të mirave të Allahut Azza wa Jall. E dyta që e përdori në koadër me një mallësi si Iblisi tha, kur Allah I tha se siron se I Ademit, tha ana khairu min, unë jam më I mirë se ai, qysh me urreshtu mas atij, qysh me ngu fjalën e tij, a di kush jam unë mas atij me shku, edhe ashtu më radh. Qoftu udhëheqës, kryetar, drejtor, imam, edhe ashtu më radh. Andaj Allahu Azza wa Jall e ka obliguar që jemi modest, e jo me një mdhej, nga se edhe shetoni ka pas dije, po u larguar nga rahmeti Allahut, po shkak me një mallësisë. Pasha Zotin e madh, edhe Abu Jehli, edhe Abu Lehebi, edhe të tjerët mohues se kësaj feje, kanë qenë më të ditur se na për halalin edhe haramin
Zotit, ama nuk kam pranu me u bo musliman për shkak me një masis. A mas këti jetimin e mu falë, a mas këtine me i shku mbrapa, kushosh kënjeve me në kalzufin, kushosh neve kime në udheq, na imi prejtar, na imi kretar, nuk i shkojnë mbrapa këti dhe ati. Për shkak kësaj kronësie, Allah i në rujt, ka ndek pa iman, edhe pse e ka njoft bukur mirë fena Allahu azze o gjell. Gjithashtu të ndërrua zhëmat, dituria nuk ka skej. Vazhdimisht njëri dijes, profesori, hoxha, skenstari, duhet me kërku dijen deri kur, derisa vdesmi. Një njeri, një xhamat të dalë pikë ndis, e ka pa Imam Ahmedin me një kërull të lodh. E ka pa Imam Ahmedin të gërbas me trup. E ka pa Imam Ahmedin një kërbar, flok bar, 82 vjet. Edhe e ka pyetur të dalë pikë xhamis. O ga hoq, a hala me laps ndora? A hala me fletën e përdora? I ka thonën me laps e me fletë derisa të nglishonin varr. Çka të thot, dituria nuk ka skej. Gjithashtu Imam Abu Hanifa rahimullah ka qenë drejtë dirkës, edhe Imam Abu Yusufi e ka bo haxhin. Edhe e ka taku Imam Malikun, imamin e Medinës. Edhe Imam Maliku, edhe Imam Abu Hanifa meselën e trashëgimis kanë pas mesele të kundërta. Profesorja ka qenë xhollar mëdhej, kur ka ardhur Abu Yusufi, i ka thonë Imam Abu Hanifës para sa me det, e ku mguni mesele që se ku mgupi tyje. Të cilë është e mesele të qështu. Ja bon me krye Zuferit e Abu Hanifja të det, ama lapsin edhe fletën e bardhë. Ka thonë, o hoqë, thuje mara shatë dite se të dekje. Shka përra me shku këtë mesele, hajse, bon edhe katë mesele me shku të Zoti pa e di. Tha nuk du me shku të Zoti pa marrë dhe që këtë dije. Khidri a.s. para se më utu me Musaj, dashni mi kalzu që dija s'ka skej. E dija e Zotit është absolute. Të ndërrua xhamat, e shtini gishtin detit. Edhe kur e nxurr për detit, po bin 3 pika. Musaj po i thot Hidrit, çka është ki veprim kështu? Tha dashta me të kalzu, o Musa a.s. dashta me të kalzu tyje. Se Allah i kur të veti tyje, o Musa, a ka njeri ma të ditur në tokë, se ti i tha jo. Allah i tha ka, a e ka emin Hidri, unë jam ajnë. E po du me të kalzu tyje dhe muhe, që kjo dia jeme që e ku ma shumë se ti, edhe dia jote që kisi pejgamber, edhe kej diturit e krijesave të Zotit, raport me dine Zotit është, su ku se gishtin detit. A pishet, e shtina gishtin detit ranë 3 pika, që ashtu është krasimi i dijes Allah me diturin tonë. Andaj kemi nevoj sa atë që qumi sabale me bo doa Allahu më në dhonë dituri. Pejgamberi sallam sa atë që u qupi gjumi që ka thonë, Allahumme inni es'aluka ilmen nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. O Allah, më dhuro diturit të dobishme, më dhuro furnizim të mjaftueshëm, edhe ma mundso të bëj këtë ditë vepra që të i bon kabul ya rabbal alamin. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam është friksu nga dituria pa dobishme. Të ndëruar xhamat, a dini sa njeri ka dije e nuk i ka hije ajo dije hiç. A dini sa njeri vishet me petkun më të bukur të mundshëm, po zemra ati nuk ja pranon këtë pek të bukur të tij. A ne çdo dunjoja, jo çdo kush që vishet bukur është i bukur. Jo çdo kush që ka dije meriton me qenë njëri dijes. Për atë arsye, i dërguari Allahut sabah akşam e ka bo ke dua. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'aynin la tadma'. O Allah, më ruaj nga dituria që s'ka dobi prej saj. O Allah, më ruaj nga ajo zemër që nuk friksohet prej teje. O Allah, më ruaj nga ai sy që nuk lëton për hir të Allahut azza wa jall. Gjithashtu, këtë dituri duhet më mundu që me majtë e pastër. Të ndërrua xhamat, unë jam i vetëdijshëm, edhe ju jeni të vetëdijshëm që servimi i diturisë që po bëhet kohën e sodit është shumë i madh. Në to ka dobi, mirë po ka edhe dome. Andaj kujdesni çka publikoni, çka po ngonin, çka po lexoni, se ka një herë hajt pahiri e ki qenë një ling, edhe qaj ling bo sebeb që 20 vjet me islam pastër që e ki pasën ta qëtë mpru për shka për 10 sekunda. Andaj i rune finë tuaj edhe mos pranoni me importu edhe me fut në kokën tuaj, gjirat e fesë, pa i verifiku mirë, nga se letë është me i fut, po pasaj është vështirë me i përpunu, e hala ma i vështirë është pasaj me nëzjet nga koka tona. E lusë me zote në madhë që Allahut në bëjt të dishum, në bëjt për atyre që e praktikojnë dijen, në mundsof, më usil ma Allahun me edukat, dhe ta kuptojmë një herë për gjithmonë, që dituria është dhurat e Zotit, e jo djerë se jonë edhe mundi jonë.
آمين آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم فيما قلتم وما سمعتم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.